Ja si përfunduam. Ja, shtu përfundojmë. Ja, ti bëre të gjitha, mami, ti bëre të gjitha. Shiko qa bëre, shiko. Sa po kemi mbërritur dhe shikoj një pak se çfarë mrekullie është kjo vilë. Nuk e di, çdo gjë duket shumë e bukur nga jashtë. Ende nuk kemi futur, por shikojni pak pjesën jashtë, sa e veçantë dhe super e madhe, super gjigante që është. Kjo është hyrja. Është fantastike, seriozisht, kjo është vila më e bukur që më kanë parë si deri tani. Kemi një pasqyrë. Mami, pëlqen? Është pak ftohtë? Ja, nuk është dhe shumë ftohtë, ka qenë më ftohtë. T'ju tregoj dhomën ton. Kjo është dhoma jonë në katin e 3, dhoma numër 8. Okej, me rim. Shikojnë sa e bukur është. Kemi vaskën me pamje. Opa, pamja është këtu, shumë bukur. Krevati, këtu është tualeti. Çdo gjë duket shumë bukur, njerëz, nuk di. Më pëlqen shumë. Është kaq e bukur sa nuk duket në video. Kaq madhështore sa është live. Ky është dollapi. Dhe vazhdojmë për në korridor. Këtu është dhoma numër 7. Edhe dhoma të tjera. Ndërsa kjo është pamja. Nuk e di nëse keni parë pamje më të bukur se kjo. Është mrekulli, njerëz, mrekulli. Edhe pamja nga ana tjetër. Çfarë të themi më? I tham të gjitha. Të zbresim poshtë. Jo. Të zbresim poshtë. Jo. Po që të marrim gjërat, a do lash, mami? Po. Po duhet të zbresim poshtë. Okej, po do lash juve? Po do lajmi të gjithë. Sa të bukur Jo je. beki, jo beki. Jo beki, se shumë bukur. Jo beki. Tani zbresim poshtë dhe do marrim të gjitha veshjet që kemi në makinë. Ndërkohë që zbresim, po na kënaqën syt. T'ju tregoj dhe pjesën e sallonit, e living room. Shikojni sa i bukur është. Pjesa e gjakut, ka dritar kudo, pamja, është fantastike. Ajo çfarë më pëlqeu më shumë është kuzhina, e adhuroj. Realisht fiksin Bali, kam një vajzë që ndjek, një influencer që ka thuajse të njëjtën kuzhinë, por ndodhet në Bali sigurisht dhe është po kaq e bukur. Çdo gjë. Mami të pëlqen? Po. A shkojmë poshtë tani? Po do shkojmë. Patjetër që të shkojmë, më jetë. Come on. Je kem? Yes, come on. Kjo qamarokja këtu nuk rrin një sekond. Nuk rrin një sekond. Nuk rri fare një sekund. Nuk rrin, mami, që ti bëjmë? Zbresim poshtë. Yes. Bravo.
Kjo është dhoma e janë. Pra, unë dhe Beki do flemë të kjo dhoma, ndërsa të dhoma me vask do flenë Rogerti dhe Roy. E kemi ndarë dhomat sot. Edhe tash të tregoj pak se bukur është, se cila dhomë ka bukurin e vetë, por kjo më pëlqen më së shumti se ka këtë garderobën kështu, edhe tualeti është mbrapa dhe duket shumë e bukur. Dhe fakti që këtu kemi dritarë dritën, bie direkt të garderoba, fiksi që dua unë, për të bërë video Get Ready With Me nesër. Tani grupi është rrugës, nuk kanë ardhur ende pjesa tjetër. Normalisht ne u nisëm më herë, në fakt nuk u nisëm shumë herë, duhet të ishna nisur edhe më përpara që ne ta shijonim ditën më tepër këtu. Por gjithsesi do mundohemi të rrim nesër, dhe pse nesër do të bërë edhe check-out në orën 1 se kishin klientë të tjerë mbrapa nesh, edhe normalisht ato duhet ta bëjnë gati derisa të jetë koha, domethënë deri në 4 me sa di unë. Gjithsesi, të ulem se të rrim këmbë, po më pëlqej çdo gjë. Realisht, kjo vila, kam qenë në shumë vila, shumë të bukura në gjitha, por kjo të jep diçka tjetër. Nga druri që është përdor, mendoj jo dru, po dru më cilësor s'kisha parë ndonjëherë, duke qenë se jam shumë e fiksuar me mobilimin, me estetikën, me materialet, edhe duke qenë se kam bërë kaq shumë dyqane, shtëpinë së fundmi, nuk di, pa fund, edhe duke parë kam mbi 3 vite që vetëm shikoj edhe më është bërë çdo gjë shumë refleks, se kuptoj direkt se çfarë materiali është, dhe fakti që kam punuar deri në këtë detaj është për tu admiruar, është shumë e bukur. Dhe nëse unë do kisha një ëndër, është pikërisht të kem një shtëpi të tillë, pra një vilë, që të ketë pamje nga të gjitha anët, të ketë pishinë, të ketë gjithë të gjën, gjelbrimin, qetësinë, gjithçka që të ofron kjo vila, do doja ta kisha në një të ardhmen. Jo se s'kam ku ta bëj, në Dibër kemi të shtëpia e Rogertit, kemi hapësirë shumë të bukur. Shpeshherë mendojmë që të bëjmë një shtëpi atje, por duhet ta ndajmë nëse duam shtëpi druri apo shtëpi guri. Tani, të pëlqeu kjo shtëpia që është me gur? Po. Është shumë e bukur. Edhe në fakt Vila Njedës kështu është me gur, nëse mba mend në Tiranë. Dhe ne duhet ndajmë mendjen deri kur ta realizojmë në një të ardhme, inshallah sa më herët, që o do ta bëjmë druri ose guri. Me thënë të drejtën, diçka guri është gjë investimi më mirë që mund të bëhet për një të ardhme shumë të lartë. Edhe për disa ande nga unë që pjesa më e madhe, po guri, sidomos në fshatra, është preferohet më tepër, më rezistent ndaj kohës, ndaj çdo lloj gjëje. Por këtu më pëlqen që është mirë menduar gjithçka. Ka barbecue, ka më thon dilje, po ta shikosh këtë tavolinë e madhe, dilje nga kuzhina. Por në të njëjtën kohë mund të dalësh edhe mund të vish nga oborri. Edhe kishte pushime çdo gjë, ndryshe nga çdo vilë. Po, edhe kuzhina kishte gjithçka dhe ta mendoni që tani është hapur. Pra, se kam vendosur Bekin në gjumë ka një 30 minuta. Që ta mendoni që është hapur tani, nuk kurse ka shumë kohë që është hapur. Edhe normalisht na la mbresa, se po shikoj nëse ishin ata që po prisnin për të ardhur. Edhe kështu, tani, duke qenë se këto herë nuk e morë mamin e Rogertit, se me qenë se do vija ambra me familjen, do jetë vllai im me nusen, edhe do jemi ne. Edhe mendova që jemi rini, edhe pse më thënë të drejtën bëra gabim që se mora, jo se prish punë që jemi rini dhe vjera ime as nuk është e vjetër. Të një që mendoj, duhet ta kisha marrë, do të më kishte ndihmuar, për shembull tani kam lënë Bekin te dhoma, por kam frikë se në rast që ajo bë dhe nuk është dikush aty, direkt zgjohet. Dhe për ta mbajtur sa më gjatë në gjumë që të ngopet me gjumë dhe mos ketë fare mos të grindet fare, do ishte më mirë të flesa më shumë gjumë. Kështu që, herën tjetër. Duke qenë se ka dhoma, ka 8 dhoma. Tani ne jemi 4 dhoma do ndahemi.
unë beki këtu të kjo dhoma, nga ana tjetër Rogerti me Ronjë, që të flejmë sa më radhë, duke qenë se janë dhomat privatet e gjitha. Çifti tjetër nga ana tjetër, domethënë ka dhoma, ka mundësi pafund. Fakti që nuk na mbajti koha, jam e mërzitur sërish, por kjo bën që unë të rikthehem sërish këtu. Kisha menduar që të vinin edhe 2 çifte të tjera, por asnjëherë kur do të vendosish një datë që të mblidhesh të gjithë bashk, nuk e di pse shikoj të pamundur, gati të pamundur, sepse dhe kaq sa jemi mbledhur mirë ta mendosh. Se është vështirë, se secili bën plane fundjavë, kanë raste, kanë ditëlindje, kanë gjëra që janë gjëra specifike që nuk lihen dot, nuk anullohen për një fundjavë me shoqërinë. Gjithsesi, ne këtu ka barbecue që ne do bëjmë mish në zgar. By the way, ne jemi me kamerën e re, video që kishim nga Majorka është me këtë kamerën. Po mundohem të filmoj dhe të kuptoj se si do më dalin videot vetëm me këtë kamerën. Domethënë është shumë cilësore, e kam vënë re edhe tek zëri. Kjo kamera ka dhe mikrofonin e vet, por sa kam vënë re nuk ka nevojë fare për mikrofon, vetëm në rast që ti je jashtë, ke zhurmë, edhe mund të jesh shumë larg, por do të flasësh në të njëjtën kohë dhe të dëgjohesh. Kështu që është super, deri tani e rekomandoj, më pëlqen, edhe mendoj se është shumë praktike, shumë ka të gjitha. Dhe fakti që lidhe me telefon është akoma më mirë, por edhe që është kaq e vogël dhe ka fokusin edhe kaq të mirë, është perfekta. Mamush. Tani është ora 7:15, unë nuk kam bërë asnjë foto të kjo vila. Domethënë, pritet që unë të bëj ndonjë content për çefin tim, por siç thash, nuk mora vjerën dhe kam pak si pamundur. Momentin që fle Beki, më duhet të sistemoj të gjitha gjërat, t'i lë gati, të merr me gjithçka, që Beki pastaj nuk të lë, realisht nuk të lë fare, sepse do vetëm të ecë dhe po na e bë çik të pamundur këtë faktin që do një person për mbrapa, ndërkohë Roy do Rogertin për mbrapa, edhe kështu me radhë. Kam marrë edhe tripodin, kam marrë shumë gjëra. Dhe fakti që jemi në 3 kate të ndryshme, jemi përhapur çik si shumë, edhe e di që do lodhem për t'i mbledhur në fund fare, se kemi vendosur gjëra në kuzhinë në katin e dytë. Gjërat e Royt, te dhoma Royt, gjërat e mia me të Bekit këtu, edhe jemi përhapur si mos më keq. Gjithsesi, gjithmonë mundon të jem shumë organizuar, jo se nuk jam organizuar, por unë dua të krijoj atë që mendoj, para se të vi këtu për shembull. Është një super ambient dhe ti mund të realizosh super foto. Dhe të gjitha këto i kam lënë për nesër, se sot nuk i bëj dot. Po na iket, po zbehet goxha drita, siç e shikoni. Po dalin nga një anë te tjetra dhe fatmirësisht ka këtë gjën, këtu gjam, që derisa të erësohet, ka dritë. Më pëlqej shumë, madje edhe natën, nëse do ketë yje shumë, duken gjitha. Tani t'ju tregoj pak çfarë mora. Nuk e di nëse do i vesh të gjitha. Mora këtë fustanin me print leopardi, që është material lino. Prerë është fantastike, është shumë i bukur, me idenë që mund të bëj ndonjë video ose ndonjë foto duke më kapur nga lart. Nuk e di, thjesht e mora. Gjithsesi unë me makinë jam, nuk është jam me avion dhe pendohem që paguaj ta valigjen, edhe nëse unë nuk i realizoj. Mora këtë kostumin lino me 2 jaka në ngjyrën baby blue, se mezi po prisja ta vishja, edhe një kostum lino të bardhë. Tani, të shohim nëse do arrit i vesh. Të bardhën do ta vesh të parë, nëse do më dal raste do i vesh dhe të tjerat. Shikojeni pak sa të bukura janë këto pantallonat. Okej, detajet janë fantastike. Ndërsa këtu është dollapi i Bekit, o zot, ëndër që kemi një dhomë të dy e bashkë dhe të ndajmë dollapet. Dhe një kam marrë pampersa. Këtë gjën e kam marrë se këtë badin që është shumë i trash dhe mendoj se do ja vesh në darkë se është shumë ftohtë, fryn shumë era. Kemi s'pas ka ku të vendosja këtë farset. Tani një badi është bërë pis rrugës. E kam lënë këtu që në fund fare t'i fuste pa larat.
Kam një set këtu, është shumë i bukur, jeans, këmisha me pantallona të shkurtra. Një kombinim tjetër është ky body me lule me pantallonat linon, që mundësisht do mundom t'ja vesh nesër, nëse do ngrohet dhe pak kohë, shpresoj pak e mos ta bëj shi. Edhe një kombinim tjetër, si i bëj kështu me kombinime, është ky kostumi këtu. Marr këto fjongot për çunin tim, se nëse si vendos fjongo, duke qenë se s'ka plok, duke si çun. Edhe si roje, fix kur ka qenë i vogël. E kam marrë këto sandale, kisha rrut marr këpucë të tjera. Shumë gabim, gjithmonë do e harroj diçka, por që moment fundit ku i harroj disa gjëra. Marrë këto sandale, nuk e di nëse i bëjnë, duke se nëse ja vesh tani ka fix, por gjithsesi na kombinojmë me outfitin dhe i kemi marrë normalisht. Kish marrë një influencer, i mendon gjitha detajet e outfitit. Këtu nuk kemi dritë. Ku e kemi dritën? Okej, dolim në dritë. Por gjithsesi do ta fikim se po ka zhurmë. Këtu është dushi dhe shikojni, kjo mikrocimento është shumë e bukur, edhe ngjyra, edhe punime. Ju e dini që tualetin tim e ka mikrocimento, por nuk e ka mat siç është kjo. Kjo është shumë e bukur, por zhulloset shumë shpejt. Nëse e bëni pak më shkëlqim, edhe më tepër, është edhe e bukur edhe lahet kollaj. Këtu kam marrë të gjitha make-upet, si gjithmonë, make-upet i kemi këtu, në këtë çantën, dhe jo vetëm, kam marrë në kryerin, detaje tjera, këtu kam, si kam futur këtu skincare, normalisht kur nuk dhej shumë larg, i mbledh ashtu t'i kem. Një nga kuletat tona më të reja që do vinë së shpejti, kam marrë me vete. Le të zbulojmë tani pak nga pak, se erdhë koha që ne ta lançojmë edhe koleksionin. Tani këto krevatin e Bekit, supozohet, do ja jap Ambrës për gocën, sepse ajo është më e madhe dhe nuk flet dot. Unë do flej vetëm me Bekin, për qenë se ne kemi dhoma, kemi hapësirë, nuk është se më duhat. Dhe sa mirë që ato ka menduar të kenë dhe një krevat për bebe ose jo për bebe, kjo është deri në 3-4 vjeç. Edhe rojnë në nxë këtu. Edhe është në një super cilësi, është druri dhe kjo. Bravo, bravo. Çdo gjë është 10 me 10. Krevati. Tani unë po mundom të tregoj sa më tepër, duke qenë se në fund fare nuk e di se çfarë kam arritur të kap apo jo, sepse dua vërtet të ndaj të gjitha gjërat. E di që ju keni dëshirë të shikoni, aq më tepër ku bëhet fjalë për vila kaq të bukura. Në katin e parë kishte edhe vilarë, në se u tregova. Dhe kjo pamja këtu, të kthej kamerën. Kjo pamja këtu, nga lart, nga kati i tretë, është pamja më e bukur ever. Sinqerisht, unë jam në atë zonën time të komfortit, kur shikoj diçka të tillë ndjem super e frymzuar, duke qenë se unë vdes për lartësitë, hapësirën, dritën, aq më tepër kur hapësira ka të bëjë me natyrë edhe me këtë pamje. Kështu që e di që po e teproj, por po mundohem të ndaj çdo mendim dhe ndjesi time. Pak Roger të tregoj dhe pak kuzhinën, se kuzhina ishte shumë e bukur. Roger ti? Po zbres pak poshtë, shikot për gocën. Po zbres të kuzhina. Tani, ne daluam të një supermarket dhe morëm disa gjëra. Në fakt, nuk është se kishte shumë opsione, dhe si gjithmonë nuk e kuptoj, gjithmonë i them Rogerit, kur do nisemi për në jug, Alda, foto dhe blit e supermarketit që kena durrës. Përveç se i di të gjitha çfarë ka, ja dhe më lirë. Nëse u futëm këtu dhe nuk është se kishte shumë gjëra. Por aq sa morëm po ja tregojmë. Tani, në katin e dytë kam ndesur dhe dritat dhe t'ju tregoj sa bukur duket. Kjo pjesa e ndenjës, këtu është divani, o gjaku, gjithandej ka dritare dhe dyer me pamje. Këtu është një TV gjigant, kam përshtypjen është si aq i madh sa kam televizorin në Tiranë. Edhe kështu, vibe-in ja u tregova pak a shumë.
Realisht ka vibe-in e Balit. Më pëlqen shumë. Tani, t'ju tregoj këtu, dalua, morëm nektarina, unë vdes për nektarina, edhe normalisht që të mirëni. Mora kumbulla, i lash këtu se duhet t'i lajm. Kemi marrë, pas kanë hapur, pas ka hapur vjerti, kemi marrë fitostataj, stika dhe lajthia. Po dhe lajthia, se kemi marrë verë. Këto në frigoriferi, të regoj pak, kemi marrë verë. Verë të bardhë, unë vdes për verë të bardhë, këtë ne kishin servir nga vila, ujë, dhe patetina kemi marrë, se di qa marrim tjetër. Tani, këtu kam qumshtin e bekit, kam marrë qumësh pluhur, unë këto i përdor, që kur ndryshova edhe kalovat e dyshin, kemi kaluar të qumshtit dhis. Këtu kemi biberonin që e la për gjysëm, por që më duhet ta lë këtu se do e lajm, do e derdhim. Mora edhe furçën për të larë. Solucionin e kam lartë. Kam këto farcoletat e lagura që janë për Çuço nga Kiko, ku bie Çuço në tokë dhe ti e thjesht në udhtim, sepse kjo çanta këtu është çanta e shpëtimit tim. Më saktë, çanta e bekit, që na shpëton nga rastet urgjente. Këtu kemi ujin, që edhe Kopaku na ka rënë në makinë. Dhe këtu brenda, Çuço rezerv, kemi këtë për hundët, një tjetër, kjo është i përdor, jo është i larë, biberon, një pampers tjetër. Këtu brenda kam edhe ushimet, le të themi të bekit, nëse e hap plot, po, i marrë biskota, i marrë këto nga Hip, këtu brenda kemi luk, silikoni që janë të bekit, dhe kam marrë dy si këto me banane dhe jogurt, dhe këto këtu që kemi marrë me fruta dhe kos. Këto i mora, kur të zgjohet, do i marrë këtë larë që t'i jap të ngrënë dhe pastaj do t'i jap qumësht. Edhe kështu. Po organizohem, pra si që thash, po më dojmë t'i lë gati. Kjo tavolina është fantastike. Shikojni pak, druri, tresia e drurit, dhe kjo është një, kam përshtypjen, një trung, se po ta shikoni edhe nga forma, sa do është lëmuar, është natyral. Dhe më pëlqen shumë. Tani, këto fjalë më pëlqen shumë dhe dëgjoni shpesh në këtë video, sepse gjithçka këtu është stunning. Edhe, çfarë më pëlqeu tjetër është kornisa, skeleti i divanit që është gjithashtu druri. Besoj se e keni kuptuar që vila quhet Sierra dhe është në bradaj të Vlorës. Nuk mendoj që ka ngel gjë pa jo treguar. I kemi treguar të gjitha. Tani, çfarë do bëj unë? Asgjë nuk do bëj unë tani për momentin. Do pres të zgjohet beki, t'japim për ngrënë, Rogerti. Ku je? Ja, kështu na duhet një shtëpi, se cilin katin e vet. Ku je? Ku është Roy? Mama, I love you. Edhe, si që po thoja, po presim që të vi pjesa tjetër, edhe të bëjmë gjërat që kemi për të bërë. Për momentin, as nuk lajemi, as nuk hajem, se duhet të bërë për të ngrënë, edhe asgjë, as për pushuar për të fjetur se dhe pak ersohet, dhe thjesht të shijojmë të pamjen. Unë kam pirë një kafe në Vlorë, kur ndaluam, dhe më bëri keq, sepse dyre kemi hyrë makinë dhe kemi marrë rrugën për të ardhur këtu, që thotë është malore me kthesa, kryesisht, sepse rruga ishte shumë e mirë. Po nuk e di, ndoshta nuk isha e ngrënë, edhe nuk më bëri mirë e kafja, kështu që jam e dy mendje nëse duhet ta pi apo jo kafe. Tani. Edhe kështu njerëz jam shumë e lodhur momentalisht, edhe kisha menduar që do realizoj ndonjë foto ose video sot, por më sa duket jo. Gjithsesi, po admiroj këtë vilën,
po knaqem, qetësia, drita dhe çdo gjë tjetër, po më bën të jem shumë e qetë, shumë relaksuar. Nuk është se flokët i kam në gjë më të mirë timen, kam vendosur një kap se këtu sa për mos më rënë në për fytyrë. Make-up nuk është kam bërë ndonjë make-up, thjesht kam vendosur pak blush, shumë pak do të thonë përdorur. Edhe veshja ime është kjo që kisha për rrugën, është një nga setet që kanë qenë nga koleksioni i vjetë dhe këtë vit nuk është se janë më, janë soldat më të nishin, pisa më madhe vinë vetëm një herë. Edhe tani thjesht dorim të qësojme. Doja të gjithë pjesëtarët tjerë kanë ftohtë. Unë nuk është se jam njëri që kam ftohtë, sikur vetëm të hedh diçka sipër, doja të qëndroja aty jashtë. Nuk qëndroj dot, sepse kam bekin këtu dhe eroj nuk rri vetëm, se kur jemi në ambiente të huaja, pra nuk kemi shtëpinë tonë, ka frikë ta lësh në një dhomë vetëm, ose të rri diku edhe nuk të shikon që je vërtet. Ndaj është rrogetin gjithkohës me erojin, unë jam me bekin edhe kështu shkon puna. Zgjuar Beki. Dhe ka ardhur pjesa tjetër. Ha, fillu të punja? Do të futesh te rrugica dhe pavet në fund të rrugës është gjithë margjin e rritira. Si punon kjo vajzë? Përballë futesh. Ja, 24 orë. Ja, shikoni. Edhe me pushim, menaxheri jonë përgjigjet në telefon ku ndodhemi. Tani të bëjmë hangër. Po, tani nga puna në punë. Kemi marrë mish. Ja, po presin dhe Paolon që na i kemi këtu te kjo dhoma. I ka të gjitha. A do një kafe, njerëz? Kafe! Ja ku e gjeti dhe rafsën e mishit. Si e qunë tjetër? Që kiqin. Ja, tani do përgatisim mishin. Përgatisim mishin. Ja, mjeshtri. Jo, kjo është për lasa e ka qenë drejtë se se piu. Nuk e pi shumë qumshtin tani. Çfarë do bëj? Tashi bëjmë gati mish Alo. për të tarë. Vetëm një minutë lutem. Ku jeti? Për në gjatë nesër. Që e mërë andët. Daj po hëngër me pas, si ka aty dhe nuk e asë bilenja. But pjesë! No, nuk ju kanë thënë që të jetë një krim. Buda. Oj, nuk his. Ja, nuk kanë thënë.
Se sa shumë po s'ka marrë, me s'ka thonë. Roj! Bëre pista mama. Jepi mami ta përshtrej beki. Kur do ikim, t'ikim sonte. S'menda. Be. Hajde. Që se më akuzovë të Më akuzovë me të pa drejtë. Hajde gëzuar. Zuar. Të dhe të jesh e vjenë sa më shpejt. Erdhi emigranti numër 3. Po, birrat kaloj lartë këtu. Birrat këto pavlaner janë për hapi oreksi, këto janë për mungo. Në kemët. Pa. Kar nana krimit, nana mishit. Nuk është i piva shmejnë. A që jote? Qojni të Peppa Piku. Kush Peppa Piku? Qoj rat, se u qoj Gabriela. Gabriela! O, sta që ati bëjtë. Po. Do na thua çfarë po bën? Me? Presto? Apo domate? Bugar, edhe pesto. Super. Na japësh recetën? Jo. Gjysa, unë mos e kam gjithë video. Kur ishte ajo që në të ftit vajnë, në gjitha të ftit. Ka shumë për të rëzime ka. Edhe me ata, po mushi që i merre me ata që kapin mishin, se s'ka gjë, sa është. Më kare? Jo më rëbo. Nuk e E vogël. A s'kishte rëmon kështu piceta? Po ashtu. Kemi shtruar dhe truesën, e kemi bërë bukur. Ambra na ka gatuar gjëra të mira. Ndërkohë që do bëhet gati mishi. Edhe qoftet. Këtu është emla, që ne e pim ujin me gotë vere. Amla? Ha? Dhe jemi gati për të shtruar, për të ngrënë darkën. Kemi bërë rëmuj këtej, por që do sistemohemi sa po të kemi ngrënë darkën. Tani po jo jap një plan. Po jap një plan pak më këngjër.
Ndërkohë këtu është dera që të nxjerr jashtë tek barbecue. Këtu kemi dhe sot e mbysim Dibren, na vje keq. Libër dhe Milodi. Ka shanse. Përse të keqen problem. Nëse e pasoj pastaj, ha. Ja, super, Po nëse se mu, Është me kalamaj. Zakon Jo. ana të mëla. Hajde ja ti shoh. Juri Rogert. Zora, kot patatë në furrë. Të thashëm mos i nxjerr. As makaronat se në thonë. Po këtë pak të nxjerrë. Zeta koma furrë. Gabriela, të pëlqen shtrimi tryezës tonë? Derit. Unë kam dizenjuar tryezën, Ambra ka gatuar. Dhe hashtë me? Shikam. Se pala diferencë. Djathtë, i von djathtë pas në mua. Vetëm hajde. E jam djathtë në nesër. Kam më shumë se 2 orë që kam dalë këtu jashtë për të vënë bekin e gjumë, vetëm se kaluan 20 minuta nga orari i çdo darke që unëve në gjumë dhe ju betohem, nuk e keni idenë se çfarë kam hequr. O zoti i madh, kam 2 orë këtu jashtë. Se është vetmja mënyrë duke qenë se nuk dëgjojmë zërat e personave të tjerë dhe ja, kështu. Të paktën po plotësoj 10.000 hapat që duhet e kisha plotësuar, por nuk e keni idenë se sa jam lodhur, më dhemin supet merr shumë, se më ka qelluar gjithë dita sot me bekin, edhe pa u zëvendësuar përveç punëve tjera, gjëra të tjera. Nuk di, është shumë e frikshme për ta vënë në gjumë bekin pas orarit të gjumit. Do të thënë, po kaluan 30 minuta, të duan dhe 2 orë të tjera për ta vënë në gjumë. Sot më kanë nisur shpatullat vdiqa, realisht. Si me rojnë, ashtu si edhe me bekin, shumë vështirë për t'i vënë në gjumë. Realisht, 2 gjëra që kam patur vështirë në rritjen e tyre ka qenë gjumi dhe ushqimi, pra 2 gjërat kryesore. Gjithmonë roji vetëm me tundje, kur lëvizni me kishte shumë vështirë se kuptonte që kemi lëvizur në një vend të ri edhe nuk e zinte gjume, një edhe me bekin, fatkeqësisht. Okej, te ushqimi është pak më mirë se roji, mendoj se është gocë ose kam ngrënë më shumë gjëra që shtazanis, nuk e di. Është më mirë se roji, të paktën të ushqime. Jo shumë mirë, nuk jam aq e kënaqur, mund të ishte edhe më mirë, por nuk e bërë krahasimin me rojin. Ndërsa për gjumin, të dy janë njësoj. Duan këtë ngrohtësinë, kur e marrë në krah bekin, fle gjumë për 5 minuta, por sot nuk po fokusonte sepse shikonte tavanin dhe e kuptonte që ne nuk kemi të dhumajon në shtëpi, edhe thjesht nuk i mbyllte syt. Edhe ndaj e vendosën në karrocë, edhe kështu e kam futur në fes, edhe po e lëkund këtu jashtë, se nuk fle me vapën fare. Kur ka sikur pak vap, nuk e zë gjume. Ndërsa këtu është kjo era që fryn dhe nuk është erë acarit të tipit të ngrish ftohtë. Unë jam me një xhaketë dhe në kanatiere, por është erë e lehtë edhe fresk. Kështu që është fiks për atë temperaturë që beki do kur do të flej gjumë. Është ora 12 si që thash, kështu që mendoj se kjo është video e parë një jetën tim YouTube që kam bërë kaq vonë. Por nuk e kisha kamerën, jam me telefon
për të thash më qenë se po numroja hapat e mi. Është të ndaj me juve se duket thjesht nga jashtë ose nga video, fotot, se normalisht nxjerrim momentet më të mira të tipit kur unë jam kaq e lodhur. Çfarë do të tregoj? Ndaj zgjedhim që momente që jemi mirë, jemi në tërëzin ton, postojmë momente të bukura. Ju thash më dhembin supet se kam shumë keq, mbase disa njerëz e kanë me mesin. Unë me mesin jam rregull, por kam supet shumë keq kur lodhem me therr njëra, pak më tepër. Është dhimbje shumë e tmerrshme realisht. Dhe tani jam ngrirë, jo ngrirë, po jam bërë për terapi momentalisht. Kështu që mendoj që duhet të futem brenda, them si ja dola, e kam vënë në gjumë, më duket, ka 2 orë, por kam frikë të futem brenda, se sa të dëgjoj zëra ose zhurmë, kam frikë të zgjoj pra. E zemër, që pa në ndër beku në vogël. Ka pa ndër babi me bekujsi. Me bekujsin e bukur. Alke babi vetë. Bu 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 ba. Bu 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 ba. Bu 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 ba. Ba ba ba. Mirëmëngjesi. Ja kush ka zgjuar në piket mjesit, më na bërë mëngjesin. Shikojni. A çfarë mëngjesi. Kafe ma ka bërë Paulo, ku e kam se s'po duke. Edhe pjesa tjetër është poshtë. Hajde! Me vrap! Jam la! Hajde! Jam la! Hajde s'është gati mëngjesi! Shko merë Amlen. Merë për dore. Hajde Amla! Mirë mëngjesi! Ku është gocja me dajer? Kish. Kish me. No, të ma topin goqë. A topi është? Është e qik, po e kam vesh. Kave në mëngjesit. Unë me të njëjtat pijame, s'kam larë sy as vlog. Jam nuk di që të them, por që rëndësishme është, jemi zgjuar me këtë pamje. Nga i kënë ata? Jam bërë gati. Bërë make-upin. Nuk filmova shumë hapa, duke qenë se jemi në limit të kohës. Kemi 30 minuta kohë për të lënë vilen, edhe 30 minuta më duhet të bëj ndonjë video ose foto këtu jashtë, se është shumë bukur pishinat. S'kam bërë asnjë, e besoni dot? Më thënë, jam në vendin më të bukur, kam bërë vetëm këto videot për juve, për veten time, për kënaqësinë e shpirtit tim, s'kam bërë akoma. Kështu që nuk është se ju marrë shumë vetes sot, kemi ngrirë mëngjesin, edhe direkt kemi shpërndar. Djemt kanë zbritur poshtë tek bilardo, muzik, bilardo, ndërsa ne gocat e përdhoma po bëjmë gati, rraqet, kalamajt. Unë i kam lënë edhe kalamajt me gocat, po rrinë, edhe me Beki që të bëjmë gati, se nuk të le fare Beki për të bërë gati. Kështu që, tani që bëra make-upin, më duhet më patjetër të bëj gati rroba, të bëj një get ready with me, të dija ta bëj para apo pas, se kam hallin se do zhubravosem, mund ta bëj tani. Të bëj foto dhe pastaj vi 5 minuta, se nuk kurse kam shumë gjëra, kryesisht i kam vendosur nëpër valigjet dhe vendet e veta, kështu që bëhemi gati, të vesh kostumin dino të bardhë. Pasi t'jem veshur, do ja u tregoj.
ta herë kemi qenë. Buzuar. Buzuar me Buzuar. kafe nuk bëjmë. Buzuar. Me kafe dhe me ujë në nga veriu nuk para bëjmë. Shkulduk. Unë e kam në portokall. Ne poj. Abi sim. O shkulduk. Abi. Ky Unë djali me ta thush që na vin vazhdimisht. Edhe e Sot për benefimere me. Grupi ka ardhur në Rinkos. Nga Vila Sierra në Brataj, direkte në Rinkos, në Palas. Dita është shumë e bukur me diell, por që ka shumë erë. Normalisht është zonë që fryngjat më bukur s'ka mos është. Ha, bukur, ha? Bela fare. Se dina që në një veriore. Është lidhje? Është lidhje direkte. A gjujnë që në e dorat në që? Jo. Na që në shut në qesim që të drejtë. Jemi në YouTube. YouTube? Qa prek? Dalkesh? Qa ka të zvinë që Atëherë në YouTube. Atëherë përfitoj nga rasti kam një gol 2 shitje, gol 3 shitje manual, 1.200 euro. Nuk bëjmë 1.200 euro, gol 2 Kam goca. tresh. Uroj. Do një dashuri se shes gol 3. 1.200 euro okazion. Mirë. Ishe nëj lanqim tjetër. E veqe për natë. Lema ty që të ngrove, Do vinë makaronët, zemër, do hajmë dhe makaronët. Hajde më shkirë të hamë makaron. Kemi Okej. A do pizza? Christian Do Diorin. pizza, ja. Ja, Mundsuar pizza, by tomate, me Amitje. djath, me shumë gjëra të bukur. Të shqipsi nga tronë, unë Do pak kam avokado. studiesh, Po unë pra, keme dior. Christian Diorin, Se by s'ke Amitje. Se s'ke By Amitje, me. A do... E ka bën. Tajak. Që qesh Diori para Amitjes. E ka bë Ore, ku Amitje. e ke bluzën a me tjetë studia? Christian Diori Se fillon Juri e ka. Ja thashun rrugës. Mu më gash mu më Rogeti shkoj e këmisha ka, dam. Ambra e ka, Alda e ka, A ke- Gjive a kemi. ke- Edhe. Unë kam Bela e ka. A ke e koros këtë mishti? që një kërkalet për ju, Faleminderit. pak në zina, një kërkalet për ju. Si jemi? Beki vazhdon të jetë në gjumë. Aisha? Ta rrimë. Edhe sikur. Unë e banë. Thosht e imi ajo, unë i thosh që jo, s'bët fjallë. S'ka shumë. Bëk mirë. Ju boft mirë dhe juve. Bajte jodja për bushmata. Po ndihet shumë për shërbimit. Mirë shumë avokado se unë nuk e ha. Bëhet më avokado. Avokado, është një dhe ime se jam grus. Pushim me lakme.